Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. Zyrtarisht kryeministri Rama vuri në dieni presidentin e Republikës Bayram Begaj për vakancat në disa bashki të vendit, ku sipas ligjit pritet të ketë votime të pjesshme për zgjedhjen e drejtuesve të rinj. Kështu, kreu i qeverisë dërgoi në presidencë vakancat për bashkitë e Tiranës, Beratit, Tepelenës, Cerikut, Matit e Vlorës. Drejtuesit e disa prej këtyre bashkive lanë vendet bosh para 11 majit për të kandiduar për deputet, ndërsa kryebashkiaku i Vlorës da dorëheqjen vetëm pak javë më parë. Situata më ndërlikuar paraqitet në Tiranë, ku Erion Velia, i kryebashkiaku i shkarkuar me vendim qeverie, ankimoi në kushtetuese vendimin, çka mund të mbajë peng zhvillimin e zgjedhjeve të pjesshme. Ndërsa qeveria kërkon nga presidenti Begaj të shpallë zgjedhjet e reja në Tiranë, gjykata kushtetuese njofton se e mori ankesën e Veliajt që është kundër shkarkimit të tij. Konstitucionalistët argumentojnë se presidenti nuk mund të shpallë zgjedhje, nga sot kryetari i shtetit ka 48 orë kohë që të përgjigjet. Në seancën plenare të pas 2 ditëve nuk do të ketë debat mbi programin qeverisës. Kërkesa e demokratëve u hodh poshtë nga majoranca në konferencën e kryetarëve. Si arsye, Taulant Balla tha se kanë shkelur rregulloren. Rregullore Kuvendit përcakton që mocioni me debat thirret për një çështje të veçantë dhe jemi gjendur para një kërkese që kishte 6 grup çështjesh. Në një moment caktuar na u tha që jo, duam një debat për integrimin. Patjetër tash bjerë një kërkesën për një debat për çështjet e integrimit, për cilin nga këto çështje e doni, dhe i kam kërkuar që ta sillin në përputhje me rregulloren. Kryetari i grupit demokrat Gazmend Bardhi. Nuk merrem me çfarë thot zoti Balla, mocioni jonë është dorëzuar zyrtarisht sipas nenit 98 të rregullores. Ai është i detyrueshëm, pra konferenca e kryetarëve nuk mblidhet për diskutuar pranohet apo jo mocioni. Mblidhet për të caktuar datën, kështu thot rregulloria, dhe kohën e debatit. Që kështu me lojra për t'i ikur debatit, kemi 3 javë që kemi shndërruar Kuvendin e Shqipërisë nga një vend ku diskutohet, debatohet, jepen ide, alternativa, propozime në një vend me mec. Top Albania Radio. Qeveria miratoi vendimin për të indeksuar pensionet. Nga nesër pritet që 721.398 pensionistë në të gjithë Shqipërinë të përfitojnë indeksimin prej 2.5%. Përfitojnë kategoritë me pension pleqërie, invaliditeti e familjarët. Ministra e Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj. Është normë e cila pasqyron rritjen e çmimeve për shportën e pensionistëve. Është pak më e lartë se sa norma mesatare e indeksit të konsumit për periudhën korrik 2024 gusht 2025, që është periudha referencë e cila merret në konsiderat për indeksimin e pensioneve. Ministra Ibrahima sqaroi. Nuk duhet të kategorizohet si një rritje e pensioneve, indeksimi është rregullim i pensioneve sa i takon çmimeve dhe është një proces dhe një politikë të cilën ne e kemi ndjekur çdo vit dhe do të vijojmë ta ndjekim çdo vit, pasi duhet të garantojmë që rritja e çmimeve nuk ndikon në masën e përfitimit të pensioneve. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Një sasi tritoli shpërtheu në orët e para të mëngjesit në pallatin ku jetonte Klea Gjata në Lushnjë. 29 vjeçaria rezulton të jetë ishe dashura e të dënuarit për jetë për masakrën e Lushnjës Laer Taxhiu. Nga shpërthimi në lagje nga Furmuço të qytetit pati vetëm dëme materiale. Kryetari i njësisë administrative të Fushkrujës, Ilir Loci, në makinën e të cilit u vendos një sasi eksplozivi mbrëmjen e dieshme, deklaroi se nuk ka konflikte me njëri. Objektivi ishte automjeti i Locit, por i dëmtuar mbeti edhe një tjetër mjet aty pranë. Më parë Loci ka qenë nën kryetari i Bashkisë Kruj. Lajme nga bota. Kombet kryesore myslimane kanë mbështetur planin e presidentit amerikan Donald Trump për t'i dhënë fund luftës në ripin e Gazës, edhe pse disa palestinezë e quajtën propozimin fars. Aleatët europianë të Washingtonit i bën thirrje Hamasit ta pranojë propozimin e Shteteve të Bashkuara. Pas bisedimeve të dieshme mes Trumpit dhe kryeministrit izraelit Netanyahu në Washington, Shtëpia e Bardhë publikoi një plan me 20 pika për Gazën. Dokumenti parashikon një pushim të menjëhershëm, shkëmbim të pengjeve që mbahen nga Hamasi me të burgosur palestinezë të Izraelit, tërheqjen izraelite nga Gaza në faza, çarmatuesjen e Hamasit dhe krijimin e një qeverie tranzicionit të drejtuar nga një organizëm ndërkombëtar. Presidenti turk Erdogan vlerëson përpjekjet dhe leadershipin e Donald Trumpit për t'i dhënë fund luftës në rripin e Gazës, kjo pasi presidenti amerikan siguroi mbështetjen e kryeministrit Netanyahu mbi propozimin e Washingtonit për paqe.
I dërguari special I SBA-s, Steve Witkoff, është optimist për realizimin e planit të SBA-s për t'i dhënë fund luftës në Gazë, duke përmendur edhe mbështetjen e gjerë ndërkombëtare për marrëveshjen. Ende ka detaje për të zgjitur, por palët e interesuara që nuk pajtohen gjenden në presionin e presidentit Trump. Sport. Incidentet që pasuan humbjen e thellë të Serbisë përballë Anglisë në takimin e vlefshëm për eliminatorët e botrorit 2026 I kushtuan shtrenjtë Federatës Serbe të futbollit. FIFA njoftoi se do të dënohet me 80.000 franga zvicerane gjob dhe në takimin e radhës të 11 tetorit kundër Shqipërisë, 20% e stadiumit do të mbyllet. Parashikimi I motit. Sot vendi ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, sipas shërbimit meteorologjik ushtarak, moti vjon me kthjellime, alternime vranësirësh të pakta kalimtare në relievet malore, në verilindje e juglindje të territorit. Temperaturat variojnë nga 9 në 26 gradë Celsius.